Rreshtet e shumta të shiut në qarkun e Kukësit kanë rritur ndjeshëm prujt në hidrocentralin e Fierzës. Të dhënat e fundit nga heci i Fierzës tregojnë për një rritje të prurjeve deri në 1400 metër kub ujë në sekond. Aktualisht niveli i liçenit të Fierzës është 281.18 metra. Pavarësisht sasisë së konsiderueshme të rreshjeve, hidrocentrali i Fierzës vijon të mos prodhojë energji elektrike me qëllim ruajtjen e rezervave ujore. Fuqia aktive e prodhimit është 0 megawatt dhe aktualisht asnjë nga 4 agregatet e hecit të Fierzës nuk është në punë. Drejtuesit e hidrocentralit të bëjnë të ditur se situata paraqitet të qëndrueshme dhe nën kontroll, ndërsa monitorimi i prurjeve dhe nivelit të liçenit vijojnë në mënyrë të pandërprerë. Sipas tyre, çdo vendim për vënien në punë të agregateve apo për shkarkime të mundshme do të merret në përputhje me parashikimet hidrologjike dhe protokollet e sigurisë. Liçeni i Fierzës në nivelin maksimal prej 296 metrash ka një kapacitet të ujëmbajtjes prej rreth 2.7 miliard metër kub ujë, çka e bën atë rezervuarin më të madh hidroenergjetik në vend. Fierza luan një rol kyç në sistemin energjetik kombëtar, jo vetëm për prodhimin e energjisë elektrike, por edhe për menaxhimin e prurjeve të lumit të Drin dhe shmangjen e rrezikut të përmbytjeve në zonat e ulta.